Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me përmbytjet e vendit gjatë orëve të fundit për shkak të shirave. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ironizuar reagimet e opozitës në Shqipëri për shkak se ai hedhin fajin atij për situatën në vend, duke bërë një paralelizëm me opozitat e vendeve të tjera që nuk i fajsojnë qeveritë e tyre për përmbytjet. Rama shkruan se kjo është çudi. Nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua, qeverinë apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit për rreshje të mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltëzi, Kroaci e Merall. Çudi e madhe opozita andej, po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, por hiç asnjë llaf, se kuptojnë që aleanca me Shiun të çon fitore. Kreu i qeverisë theksoi se përmbytjet shkaktohen jo vetëm nga rreshjet e dendura, por edhe nga mbeturinat e hedhura në fusha dhe rrugë, që bllokojnë gryga dhe kanale, duke penguar rrjedhën normale të ujit drejt detit. Sigurisht që kur i hedhin plerat e shishet plastike në përfusha e në anët e rrugëve të Adheut, që e duan vetëm në stadium, vjen një ditë shiu me gjyma që i mbledh nga janë, nga sian dhe i dynd në det, po kur pastaj shiu është aq i furishëm sa ky i fundit, atëherë nuk e arrin dot detin, si zakonisht sepse gryga e kanalit taposet krejt, duke përmbytur dynjan. Ndërkohë, ministrat e qeverisë janë të angazhuar në terren, duke bashkëpunuar me shtabet lokale të emergjencave për të koordinuar ndërhyrjet dhe për të ndihmuar banorët e prekur nga përmbytjet. Situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm ndërsa institucionet po marrin masa për të minimizuar pasojat.